Presidenti i Partisë së Lirisë Ilir Meta gjatë një takimi prezantues të kandidatëve për deputet të koalicionit, Partia e Lirisë, Aleanca për Shqipërinë Madhështore, ka kërkuar votën e shqiptarëve me 11 maj. Përmes një audio mesazhi, ai u shpreh se vota për të si deputet i Tiranës është votë kundër diktaturës. Vota për këtë aleancë, BD, Aleanca për Shqipërinë Madhështore, është vota për ndryshimin historik. Vota për Ilir Metën, deputet i qarku Tiranës, është një votë e pastër kundër diktaturës. Liria do të triumfojë në 11 maj dhe të gjithë shqiptarët marrin frym lirisht në 12 maj sepse ky vend ka diell për të gjithë. Meta kritikoi qeverisin 12 vjeçare të Edi Ramës, duke e akuzuar për shpopullim masiv të vendit dhe për një ekonomi të dështuar. 12 vjet është koha shumë e gjatë për një vend i cili ka humbur gati 1 milion qytetar aktiv. Do të mjaftonin vetëm këto 13.2 miliard euro që sekti i Edi Ramës i grabit pa hyrë fare në buxhetin e shtetit për t'i tejkaluar të gjitha premtimet e koalicionit PD-ASHM. Meta shtoi se ndryshimi i parë që do të bëjë qeveria që do vijë pas 11 majit do të jetë kodi elektoral